me një autokritik për të gjithë popullin e Maliqit, sepse një popull shumë punëtor, shumë me tradita, por sot e ka zhgërryer për mua, sepse kjo nuk është një protestë politike, po është një protestë, një hall i madh që do të uvijë qytetarëve të Maliqit. Dhe unë këtë nuk e kuptoj, sepse kam dëgjuar dhe një diçka nga kryetari i parlamentit që ka mbaruar punë me Maliqin. Dhe nuk i duhet me Maliqi. Faktikisht, unë jam në kryetari i Këshillit të Bashkisë. Dhe në radhë parë këtu kam marrë si qytetar dhe si antar i Këshillit. Dhe dua që këta qytetarë, Bashkinë e Maliqit ta ruajnë me fanatizëm dhe ta zhvillojnë, jo ta shkrejnë, sepse Bashkia e Maliqit dhe gjithë bashkitë e tjera të Shqipërisë nuk janë ndërmarrje dhe falimentojnë, po janë institucione që shkojnë shërbim qytetarëve. Këte nuk e bëjnë. Dhe kjo është, tani duhet të them dy dafe, politikisht ne nuk kemi qeveri. Qeveria tonë është e dështënuar që të shkrejë gjitha gjërat dhe këtë godinin që është këtu, dhe të mbeten për të mërzyer baktia, më falni për shprehjen. Sepse gjëja nuk është kështu. Dhe më vjen keq se njihem plotësisht me shumë fshatra, sepse jam marrë me këtë punë, sepse ka marrë dhe votat e qytetarëve, duhet ishin të gjithë këtu, pa dallim partie. Ç'është kjo? Ç'është kjo që neve na ndëshkojnë në këtë forum, që të shkrehet Bashkia e Maliqit, kur të gjithë e dimë që janë 81 fshatra. Janë mbi 30.000 qytetarë këtu. Dhe si do të vijë qytetari nga kufiri Skrapajt apo i Gramshit të shkojnë në Korçë. Tani Partia Niko Peleshi ka mbajtur një takim me strukturat e Partisë Socialiste dhe administratës. A jeni të zhgënjur që administrata masivisht nuk ka dalë sot në protestë? Administrata këtu do të them unë dy gjëra. Do ta sqaroj unë këtë. Administrata tek ne, jo vetëm këtu, po në tërë Shqipërinë, është e mbushur me militantë, me të pahap, sepse në një zyrë mund të jenë 8 drejta. Këtu ngatrohet populli tani, thot, ta shkrejmë dikush më shkruante mua dhe e njëqja, do të pasni ta shkrejmë këtë bashkit është sepse ti ki Geska. Nuk është arsye as e Geskës, as e Fazliu. Problemi është madhor këtu, është zotëri. Është madhor, se sot është Geska, nesër është tjetër. Dhe problemi është këtu. Problemi është këtu, se ishin 361 si vendore. U kthyen në 61 bashki. Çfarë u bë këtu tash? U shtua administrata. Këtu do të ndajmë një gjë. Ndarja administrative sa më efikase, po jo të shkrim bashkinë. Në një zyrë le të jetë një person dhe bashkia të qëndrojë, që të shërbejnë njerëzit në skajnë më të largët, sepse njerëzit kanë nevojë për drejt, ujë, rrugë dhe shërbime. Mendoni se kjo protestë do ndryshojë diçka? Kjo protestë unë u bëj një thirrje qytetarët e Maliqit, kushdo që më dëgjon, nga çdo media, nga çdo informacion, ju bëj thirrje ditë për ditë këtu, mbas këtu në Tiranë, ku të jetë neve të